Mirë, jemi rikthyer, do të flasim për zhvillimet në Big Brother edhe për të gjithë këto pikpyetjet e mëdha që i shoqërojnë të gjithë, nëse ka një lloj aktrimi në disa prej tyre apo janë duke treguar anën e tyre më të vërtetë edhe duke pasur përplasje reale. Ariola Demiri është me mua në një lidhje direkte. Ariola, mirëdita, faleminderit për kohën sot. Përshëndetje, Sidorela, përshëndetje, Shqipëria Live. Siç ta thash dhe përpara kur po bëshim gati për të futur në program, të falenderoj shumë për performancën dhe seriozitetin tënd dhe lukun që e ke gjithnjëherë shumë të bukur. Tani, nuk e di se sa surprizë është për ty, jam në studio me Ardit Çunin. Shumë surprizë. Kështu që tani nuk di se sa pas jam kthyer në kohë. Ne po flisim para 5 minutash, dhe asu nuk e dija. Po jo nuk e dija, unë nuk e dija, ajo se dinte. Kemi folur, këtë po thoja, kemi folur para 5 minutave. Okej, ja, po shumë interesante, pra kishit bisedë personale. Thjesht ne kishte marrë malli, se u bë ca muj që si jemi takuar. U pat edhe me fytyrë. U pat, kështu që tani në gjykimin tuaj, në çpika do ta krahasonit Big Brotherin tuaj me këtë Big Brotherin aktual? A mund të flasë para? Po, patjetër. Më fal, Ardit. Fol. Unë e kam thënë brenda Big Brotherit që Big Brotheri parë ka përqen një dhe i vetmi. Mbas çdo Big Brotheri deri te ky i pesti, do me thënë e vrej tek publiku, tek dashamirët edhe ndjekësit e zjarrt të Big Brotherit, që Big Brotheri 1 është më i miri. Gjithë secili për atë pjesën e vet. Tani, a mendoni pak që për të ndalur në disa, po, Ardit edhe ti për këtë. Shiko, Shepi krahasimi me këtë krahasoj veten një herë. Jo, unë nuk e krahasoj fare asnjë nga personazhet e njëshit. Unë mendoj që edicioni i parë dhe edicioni i dytë janë edicionet më të mira të Big Brotherit, pa diskutim. Unë kam shumë pjesët e dyjave, sepse tek i pari isha banor, tek i dyti isha opinionisti fan klubit, kështu që e kam shijuar le të themi të dyja. Gjëja që ndryshon më shumëti është fakti që tashmë Big Brotheri nuk është më reality show, flas nga ana banorëve gjithmonë, por është thjesht një lojë. Ndërkohë që për ne ka qenë një reality show dhe vetë formati është cilësuar si reality show, nuk është gaming show. Pra, banorët këtë nuk kanë kuptuar. Hyjnë të gjithë me një strategji, luajnë të gjithë, por nuk kuptojnë që Big Brotheri në fakt publiku do të shohësh çfarë bën ti në jetën e përditshme. Dhe ka personazhe të cilët publiku mund t'i pëlqej shumë për artin, për gjën që bëjnë, por ama në aspektin human nuk të pëlqen, kështu që Big Brother është për këtë arsye. Dhe në qoftë se ti hyn aty thjesht për të luajtur, pa patur asnjë lloj limiti, kjo pastaj le të themi e prish deri diku Big Brotherin. Dhe unë mendoj që ky është ndryshimi pse Big Brother 1 dhe 2 kanë qenë Big Brotherat më të mirë dhe më të ndjekur. Për mua, në aspektin tim. I marim pak me radhë disa nga zhvillimet më të fundit, po e para do doja këtë sqarimin Miri Selin, ku ditën e djeshme kam pasur një debat të ashpër, duhet thënë, nëse regjia më ndihmon pak me videon shumë shkurt, i hedhim një sy edhe e komentojmë bashkë. Pse i insultuar nga një anë, çka kanë bërë? Insultuar nga një anë? Asnjë gjë më. S'ka thënë njëri ke ndjenja për mirën. S'ka thënë më njëri ti Selin ke ndjenja për mirën. Jo, e kanë thënë. Jo, po. E kanë thënë dhe këtë. Mu njëri ke ndjenja për mirën. Po një sekond apo debat. Apo do të flasësh vetëm ti? Jo, debat me ty në këtë pikë është turp me bë. Po gjithsesi ti vazhdo të proje. Mua njëri ke ndjenja për mirën. Edhe një herë, po, kanë thënë, dhe këtë e kanë thënë. Kush? E kanë thënë. Gerti? Jo, s'është e vërtet. Okej. S'është e vërtet. Në rregull. Ja kur dalim jashtë. Ka unë thënin çe, ka ardhur ti me thënin çe. Po. Familja. Po. Ty të ka thënë që tjetër, tani. Hello. Në rregull. Edhe kur ma kanë thënë këtë gjë, ja kanë thënë jo. Ka ndryshuar Ariola Selin në qasjen e saj me Mirin? Jo, nuk besoj se ka ndryshuar, edhe kur është diskutuar edhe është përdorur Selin dhe Miri, i cili ka ndjenja kundrejt njëri tjetrit, besoj që gjithmonë janë referuar Mirin që e kanë parë me sy pak më të ndezur ndaj Selinës. Mendoj se Selina në këtë pikë ka të drejtë që i referohet kështu, sepse do të sqaroj një herë mirë situatën e sepse u agravua në fakt dhe u bë goxha e madhe pa pasur asgjë aty në mes.
E kam parë mirë më të përfshirë dhe duke sikur kishte ndjenja kundrejt Selinës. Shiko, mua më duk sikur, po, ja, në këtë pikë jo, jemi dakord. Çështja është që Selina Arditi thot gjatë gjithë kohës që ty të kanë akuzuar se ti ke bërë veprime, unë s'kam bërë asgjë. Shiko, unë e kam humbur pak me thënë drejtën interesin ndaj historisë së të dyve, sepse më duket pak e tej zgjatur dhe nuk kam më content as Po, a ka të drejtë të jetë të cënuar në këtë rast. Unë mendoj që të dy e kanë kuptuar shumë mirë që kjo gjëja i mban në vëmendje, janë të dy duke luajtur shumë mirë. Pa diskutim nga ana Mirit shoh pak më shumë përfshirje, Selina është më lojtare, sigurisht që Selina s'ka asnjë lloj emocioni ndaj Mirit, kjo është e dukshme, paktën në syrin tim. Ndërkohë nga ana Mirit shoh pak më shumë, ama Miri e kupton shumë mirë që të paturit një gocë të cilët mund të bëj këto cicmicet, e vë automatikisht në klipet e Prime-it. E ka kuptuar se si ta kapi Prime-in. Kështu që prandaj dhe vazhdon dhe prandaj Miri bëhet keq në qoftë se Selina për shembull e merr vëmendjen e saj me Gimbon, sepse normalisht në qoftë se Miri nuk ka Selinën, mua nuk më duket që po bën në një lojë tjetër përveç kësaj. Pra Miri në çdo Prime. Ka zhvillim thua. Miri kryesisht në çdo Prime del vetëm me Selinën. Pra një lojtar i cili konsideron veten të fortë, unë nuk mendoj që duhet të atashohet automatikisht me një personazh tjetër. Kështu që fakti që Miri akoma në ditën e 55 sa jemi sot, atashohet akoma si Miri dhe Selina, do thotë që Miri nuk ka krijuar akoma një shtyllë korrizore si personazh. Ndërkohë Selina nga ana tjetër është ajo që ka pak më shumë shtyllë korrizore dhe çfarë ndodh? Selina ka një kopje me Gimbon, ka edhe një kopje me Mirin, po ndërkohë Selina ka edhe një debat me Gretën, pra Selina është pak më e zhdërvjellët në lojë. Kështu që në rastin konkret, unë mendoj që të dy e kanë kuptuar dhe e shijojnë lojën, ama për pjesë ndjenjash nuk flet fare, nuk do ndalesh. Unë mendoj që Selin si lojtare është një nga lojtaret më të forta femra që ka pasur Big Brotheri që nga fillimi deri sot. Do të thënë është tamam lojtare dhe ka strategji. E përdor shumë mirë. Jam dhe as dakord, mendoj që ka patur Bigu femra shumë të forta. Selin është lojtare e mirë. Më vonë ka pas Bigu. Selin hyri që në fillim, e kapi Prime-in dhe është një nga protagonistët bashkë me Krisin. Se di, unë shoh tekst, okej. Po prap nuk e mendoj që Selina është ndërbanore. Do ju pyes në fund, se kë keni pak në syt tuaj atë top 3-shën, po shkojmë pak tek debati i Krisit dhe Rogertit. Nuk është e nevojshme ta ndjekim me audio, e kemi dëgjuar, na ka dalë kudo, po vetëm për t'i hedhur një sy është ajo përplasja edhe ajo shishja e ujit. Ditën e djeshme kisha Egla Cenon, si për ironi të fatit, edhe po bëja atë paralelizmin e saj me Meritonin, po tha nuk gjej shumë pika takimi, se dha serimet e veta të tipit, ne nuk ishim kaq i nat edhe urrejtje e tjera Shiko, se këtu dua ta marr unë fjalën, domethënë se kam shumë për të thënë. E nisi me një frazë të bukur që the kush po aktron. Rogerti është aktori numër 1 aty brenda. Shiko, për te faktit... Ka hyrë role dhe nuk e lëshon rolin. Për te faktit aktrim apo jo aktrim, ajo që është për të gjykuar, është për të gjykuar. Big Brotheri vazhdon të mbetet formati më i ndjekur reality në Shqipëri dhe jo vetëm. Kështu që përsa ka këtë lloj ndjekshmërie, unë nuk mendoj që një lojtar duhet të shkojë në limite të tipit që mos ketë më asnjë lloj sedre, fytyre, respekti, parimi, në këtë lloj loje që në cikaqa mund ta quajmë, vetëm për të fituar çmimin. Në momentin që Big Brotheri e humbet synimin për të jetuar për ditëshmërinë, unë nuk mendoj që Rogerti, e para punës unë nuk mendoj që Rogerti duhet qëndronte në shtëpi, domethënë kjo është e padiskutueshme. Unë mendoj që ardhmja e Rogertit është shumë e qartë, do dali me një zarf të zi, është padiskutueshme. Ai është i paqëndrueshëm si personazh, është një personazh që nuk njeh asnjë lloj limiti. Dhe një personazh që nuk njeh asnjë lloj limiti, për mua e beson këtë termin ja makiaveliste? Jo, nuk besoj asnjë lloj termi. Unë mendoj që ai thjesht nuk ka më domethënë ai nuk mendoj që t'i vi edhe një familjar i vetë ai do bëj foto një gjë. Pra, siç e thon banorët apo shikuesit nga jashtë që është një keqe domosdoshme. Jo, s'është as e keqe domosdoshme. Për mua Rogerti ka sjell një gjendje negativiteti dhe më beso që kur del Rogerti unë i jam skip, do me thënë e heq pjesën e Rogertit se është bëri pa durushëm. Dhe kur është bëri pa durushëm për ne që e kemi kaluar
këtë eksperiencë, imagjino për një publik të gjerë që është bërë totalisht i papranueshëm në çdo lloj dimensioni që ai po shfaq aty. Unë nuk mendoj që Rogerti i shërben formatit në total, domethënë, Absolutisht, i shërbente ndoshta 2 javët e para për të nxjerrur gjakrat e tjerë, por në këtë pikë Rogerti nuk ka më asgjë për dhënë në shtëpi, për sa kohë flasim në këtë lloj masiviteti, edhe në momentin që shohim që në fakt në publik Rogerti është në personazhet më të rryera dhe kjo është fakt. Domethënë dhe çaste që pat për shembull ndaj Luizit, që po ashtu prapë ishte e tmerrshme. Pra, Rogerti nuk njeh më çfarë është deri ku mund të shkojë. Rogerti kam përshtypjen që as veten më nuk e njeh deri në çfarë pike mund të shkojë për të fituar atë çmim. Por ka harruar një gjë, që Big Brotheri nuk është thjesht hajde bëjmë çdo gjë që është e mundur për të fituar çmimin, por është të të pëlqejë një publik për atë që ti je. Dhe në qoftë se Rogerti po aktron dhe nuk është kështu, është akoma më keq, sepse ka humbur veten në një proces, dhe mendoj që ti të humbësh veten dhe të bëhesh vegël e një roli. Po vetëm Rogertin, edhe veprimi i Kristit është disi i ashpër. Për mua, veprimi... Absolutisht jo. Jo, për mua s'është i ashpër. Për aktet edhe veprimet e tua. Për mua nuk është i ashpër. Ashtu siç nuk ishte i ashpër as veprimi i Stenaldos, dhe madje ishte shumë i përmbajtur. Unë nuk, shiko, të gjithë kanë nerva, të gjithë përmbahen, pa diskutim. Por në momentin që kalohet caku, çfarë ndan pastaj dhunuesin nga i dhunuari, më kupton, nuk bën më diferencë. Në momentin që Rogerti shkon deri në këto pika dhe ai thjesht i hedh shishën e ujit, për sa kohë nuk pati dhunë fizike, se nuk e goditi, as nuk i ra shpull, as nuk i ra grusht, kështu që... Ja, 10 minuta dëgjuam nuk e shkriju. Po veshi sepse kemi një aktor, patjetër, po në qoftë se do ishte një personazh tjetër, nuk do e bënte kaq tragjike. Gjithsesi, unë nuk e gjykoj Kristin, është më së normale që kjo të jetë një kundërpërgjigje, për sa kohë Rogerti e di shumë mirë ku po shkel. Nëse ti ke marrë parasysh gjëra, duhet marrësh parasysh edhe pasojat. Kështu që Rogerti nuk e ka kuptuar që çdo veprim i tij ka pasoja dhe pastaj del në prime dhe ankohet pse banorët mua sillen keq, pse banorët mua më bullizojnë, pse banorët mua më vënë me shpatlla mbas murit. Për sa kohë ka zgjedhur të bëj këtë lojë, patjetër që uji është minimalja që mund t'i ndodhi dhe nuk do doja të thoja, nuk do doja të ishte le të themi televizive për ta thënë, po mendoj që mund të përfundoj edhe me ndonjë shpullsi e Jozit. Kështu që nuk është anormale ta shohim këtë skenë sërish në Big Brother 5. Video tjetër, ajo e Mateos me Brikenën. Këtu dua një koment disi më të gjerë për një arsye të vetme. Duket sikur ai nominimi që s'ishte nominimi Brikenës ndryshoi marrëdhënien e të dyve me njëri tjetrin, thuajse totalisht. Ky përqafimi me minuta, pastaj ato takimet tek ajo dhoma, shpella dhe shtëpia që i ndajnë me njëri tjetrin. Sa të vërtet ka në të? Se di, mua më kujtoj pak përqafimin që më dha Benjada tek kur unë u riktheva me biletën e kthimit, që ishte shumë genuin, po nuk mendoj që ishte për te kësaj. Unë i pëlqej shumë, edhe Brikenën, dhe sidomos Brikenën, për mua është një ndër lojtarët e mia të preferuara, dhe madje kam suportuar shumë shpesh online. Për vetë faktin, sepse shoh një femër shumë të artikuluar, me shumë edukat dhe me shumë kujdes në një ambient ku në fakt nuk është fare miqësor. Kështu që do doja shumë të shihja bashk, nuk e di në qoftë se nga ana Brikenës ka ndjenja, ka pëlqim, apo thjesht po mundohet le të themi të mbaj atë ku po e çon loja, pra po mban rrjedhën e Brigena është shumë e zgjuar. E ka kuptuar shumë mirë çfarë po ndodhi jashtë, çfarë po shitet, dhe patjetër që një lojtare e zgjuar do mbajë gjë, po ama akoma nuk ka thënë asgjë. Pra është akoma në safe zone. Brikena jep një përqafim, po ndërkohë sa herë që ai bën një kompliment, dje pash një klip që i tha, ke vënë çik bark, doja ta kap barkun, ajo i tha të lutem mos bëj nga tilla shaka. Pra, mos exagjero me afërmitetin. E di shumë mirë kush janë limitet e saj dhe kush janë kufind, dhe kjo gjë mua më pëlqen. Ama që do doja të shihja bashk, do doja të shihja bashk. Njëkohësisht nga ana tjetër Mateo është treguar shumë i edukuar, pa diskutim, nuk e ka kaluar asnjëherë cakun, dhe prandaj unë mendoj që edhe nëse s'ka, dhe nëse ka diçka të vërtet, unë mendoj që janë ndër çiftet më të lezetshme që do doja të shihja deri në fund Big Brotherit. Ariola, ndat të njëjtin mendim? Deri diku ndaj të njëjtin mendim me Arditin, edhe mua Brikena më pëlqen shumë, e kam thënë që nga hyrja e saj. Mendoj që Brikena ka pas një thyrje me Mateo në fakti, se si hyri brenda, se si tha jam ish i dashuri, dhe mendoj që aty ka pas hatërmbetje më të madhe kundrejt tij dhe ka mbajtur edhe këtë qëndrim, që duken bukur bashkë dhe që shkojnë, siç tha edhe Arditi, të doja të shihja bashkë.
Por mendoj që Brikena ka hyrë me një qëllim të qartë për të hyrë vetëm dhe për të dalë vetëm. Unë këtë shoh tek Brikena. Nuk gjej dot pika takimi, më falni se sigurisht ju pyeta për Brikenën dhe edhe Mateon, por nuk gjej dot pik takimi të Selinës me videon që ndoqëm më herët, me këtë ikjen e çerës së fytyrës kur pa që u kthye Brikena dhe nuk u kthye Miri, pati një lloj kështu. Ta thash është e ka kuptuar, Selina e ka Sepse kuptuar ajo e ka lojën. thënë që lojën e ka nisur me Mirin. Miri i duhet sepse Selin po i përdor shumë mirë djemt aty në shtëpi. Është lojtare shumë e mirë, është stratege shumë e mirë. Edhe sigurisht që me ikjen e Mirit do i dobësohej pak loja ndoshta. Këshini ju atje si lojtarin më të vërtet? Ardit, pastaj Ariola, po. Të vërtet. Nuk di me thënë drejtën të ndaj ku qëndron e vërteta. Nuk e kam, ndoshta për faktin që nuk e ndjek 24 orë, po më pëlqen Kristi, e shoh goxha të vërtet, nuk e shoh të impostuar. Okej, është i llogaritur, është lojtar pa diskutim dhe madje më ka surprizuar për mirë sepse askush s'ka patur, mendoj që s'ka patur pritshmëri për Kristin, por ka surprizuar për mirë dhe është një ndër banorët më të qëndrueshëm në shtëpi. Pra ka krijuar një lloj, le të themi, rritjeje konstante dhe të qëndrueshme. Nga ana tjetër, më pëlqen Brikena, pa çka që ka patur ato luhatit e fillimit me historinë me Mateon, por që kjo gjë besoj që është e shkuar. Kështu këto të dy mendoj për mua janë për momentin lojtarët, le të themi, më të vërtet, edhe Mateo, pa diskutim, se nuk më duket që po bën lojë. 7-3, pra Mateo, Kristi, Brikena. Për mua deri tani këto janë, po. Ariola, ti këshe? Jam edhe unë dakord, Kristi është i pari, mund të them që Mateo dhe Brikena. Jam dakord, jemi në një linjë me Arditin. Kos kemi qenë bashkë me Big Brother. Po, vazhdojmë të jemi akoma mi shumë të mirë, kështu që jemi në sintoni me mendimet. Tani, pyetjen e fundit për të rikthyer atje ku ishim në krye të herës tek debatet e Mirit dhe Selin. Pas debatit, erdhën me një sqarim ku Miri i thotë do që unë t'ikin shpinë time dhe Selinës i foli shpirti, tha jo. E shohim pak bashk. Ti si e mendon? Po ta thash pra. Po pra unë e mendoj si që mendon ti. Po që unë duhet iki. Ku duhet ikësh? Pa një gjova që thash më. Qa të ti? Ore ti... Për qa duhet ikë? Duhet ikë ku? Të shpje ime, të Të duhet ikë të shpje jote? Po ka ftot këtu. Ke ftotot. Ke ftotot së ndimon. Jo, më mirë se duhet është i lojnë gjënë tate. Vetëm se ndjem pra këshu. Jo, pra nuk ke pse ndjesh kështu. Po jo, kjo mund të ketë hapësirë për sqarim. Po këtë saksi do të përgjigjen tani. Jo, s'mos fjalë. Gjithsesi tani erdha për dëgjuar. Unë dua që neve të ceromi dhe nesër dhe pas nesër dhe edhe ndoshta të shtunën qofse shpëtoj, se me gjithë të që ndodhi këtu, se jam nominim. Po mima, gjithë kjo që ndodhi, masë është kurizin tim. Gjithë kjo që ndodhi njerëzit du në qofin më shumë, nuk është se... Jo mërë, po s'ka lidhja jo, se... Nisë, qënë si ka kjo, Unë nuk rritë e kjo shpi që njerëzit të shofin më shumë se qa do bëju me ty për këtë gjënë. E kupton, të s'ka shanse, se marrë vetë vendime dhe iki në punë time. Nuk ka nevojt të marrësh vendime. Do ikin shpinë time se kam ftot, nuk rikëtu unë ca. Shtilet, mirë në të njëjtën situatë është. Dhe me të një bje zinxhirit rreth e rrotull. Mendoj që po s'krijoj dinamika të vetat Miri për t'u larguar pak nga Selin, dhe me thënë e shoh lojtarë shumë të dobët edhe nuk e shoh në finale. Së rikëtu unë tha për t'u marrë me muhabetet që kam vetëm me ty, Ardite. E hodhi poshtë atë që se ti më herët. Aty merret ai, aty rri. Sillet pështillet ishte, Nuk ka më... Sillet pështillet rreth zinxhirit, aty rri. Nuk më duket që ka më ndonjë lloj kontenti midis të dyve. Pra, çfarë bëjnë pothuajse të njëjtën gjë. Shkojnë në Prime, nuk kemi gjë, kthehen në shtëpi, hedhin kunja, bëjnë sikur mërziten, pastaj mërziten, po në fakt A kanë frenuar shenjat nga jashtë, letra e babait, vllai, mos më duket fare. Dhe mua më çudit në fakt se nuk e ka frenuar. Ja, një moment, Ariola, një moment, ta dëgjoj pak dhe Arditin. Madje njoh personalisht edhe Selinën dhe babain e Selinës dhe kam shumë respekt. I njoh personalisht dhe gjëja e parë që kam menduar duke parë gjërat, e dija që babai do reagonte, duke e ditur sa njëri pozitiv është, kështu që dhe Selinën po ashtu e njoh nga eksperiencat e mia të përparshme në një televizion tjetër. Dhe sigurisht që kam shumë respekt. Kjo është loja që ka zgjedhur Selina të bëj pa diskutim. Ajo që unë nuk kuptoj është fakti që edhe sikur Selina të bënte diçka, Selina në fund ditës është beqare, kështu që
mund të bëj çfarë të doj. Ajo që nuk kuptoj nga ana Mirit është që Miri është i martuar. Dhe në qoftë se Miri është i martuar, ka ca detyrime, ka dhe ca limite. A tham reality? Okej, për në qoftë se ti kompromenton familjen pastaj për reality, në kjo është punë tjetër. Në qoftë se ti e bën këtë gjë në jetën e përditshme, kjo është akoma një punë tjetër. Dhe unë këtu pastaj nuk do doja ta besoja dhe do doja të thoja që është thjesht lojë. Pastaj në qoftë se shkon për te lojës, për mua është pak e tepërt. Gjithsesi, është një marrëdhënie që nuk prodhon më. Për mua është një marrëdhënie që nuk prodhon më. E fundit, Ariola, para se ta mbyllim. Me njerëz që e njohin Mirin dhe që i kam edhe unë afër, e komentojnë Mirin si njëri shumë të ngjitshëm, domethënë në kuptimin shoqëror, shumë i ngjitshëm. Në qoftë se Miri nuk do prodhoj, thash edhe një herë, dinamikat e vet, apo do rri në këtë stigmën e Selinës, raportit të tyre, me dualitet mes tyre, domethënë nuk do shkoj shumë larg. Miri është kthyer si ai burri posesiv që, domethënë në thojza, si ai burri posesiv që kur nuk e ka Selinën nën kontroll, del Miri jashtë kontrollit. Domethënë i lexohet qartë xhelozia, i lexohet qartë posesiviteti që ka ndaj Selinës në lojë. Ariola, të përshëndes dhe të falenderoj dhe të pres në studio herën tjetër. Ju përqafoj. Po të vi njërë në Shqipëri. E mori në qafa jo Kosova. Ka një në Kosovë, po. Përshëndes, Ariola, faleminderit. Edhe ti Ardit, mund t'i kesh dalit pak më të shpeshta, të paktën të unë dhe mund të vish. Shiko, unë dal rrallë dhe për malë, po duke që jam shumë i ngarkuar me projektet muzikore, sidomos këtë vit që kam një prodhim të arrit të madhe, do dal. Faleminderit, është për ti publik. Faleminderit. Po, është për ty erdha ta dish. E di, faleminderit shumë, e vlerësoj. Përpara se ndajemi bashkë, më lejoni t'ju them që ditën e nesërme është ditëlindja e Top Albanias dhe Top Albania vjen me një programacion special ku ditën e nesërme përveç gjithë programeve fantastike që ofron Top Albania do t'jetë edhe wake up-i me të ftuar interesant, ndiqeni, po jo jap si këshill, sepse do të kuptoni shumë rreth festës së madhe që do të bëj familja e Top Albanias. Bashkë do ndajemi këtu, do të shihemi sërish të hënën në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Kalofshi bukur.